Dashuria është një nga ndjenjat më të fuqishme që mund të përjetojë një njeri. Ajo mund të lindë pa pritur, pa paralajmërim, vetëm nga një shikim, një buzëqeshje apo një bisedë që zgjat më shumë se zakonisht. Për disa njerëz, mjaftojnë vetëm pak ditë për të ndjerë se kanë gjetur personin e duhur. Të tjerë kanë nevojë për muaj, madje edhe vite, për t'i besuar plotësisht zemrës së tyre. Por a ndikon shenja e horoskopit në mënyrën se si dashurohemi? Sipas astrologjisë, përgjigjja është po. Çdo shenjë ka një mënyrë unike për të përjetuar emocionet, për të krijuar lidhje dhe për të shprehur ndjenja. Disa shenja janë impulsive dhe bien në dashuri pothuajse menjëherë. Të tjera janë më të kujdesshme, analizojnë çdo detaj dhe nuk hapin zemrën derisa të jenë plotësisht të sigurta. Në këtë video do të rendisim të 12 shenjat e horoskopit, duke filluar nga ato që kanë më shumë vetkontroll dhe përfundojmë me shenjat që bien në dashuri pothuajse me shikim të parë. Mos harroni se astrologjia është një mënyrë argëtuese për të njohur më mirë personalitetin. Askush nuk përcaktohet vetëm nga shenja e tij diellore. Edhe hëna, ascendenti dhe përvoja personale ndikojnë në mënyrën se si dashurohemi. Megjithatë, shumë njerëz vërejnë se përshkrimet e shenjave përputhen në mënyrë të habitshme me realitetin. Ndaj, qëndroni deri në fund, sepse vendi i parë mund t'ju befasojë, vendi i 12 të Briciapi. Në fund të renditjes, nuk është një shenjë që nuk di të dashuroj. Përkundrazi, Briciapi është një nga shenjat më besnike dhe më të përkushtuara në momentin që bie në dashuri. Arsyeja pse ndodhet në vendin e fundit është shumë e thjeshtë. Ai nuk dashurohet shpejt. Briciapi është realist. Ai nuk i pëlqen të marrë vendime të nxituara dhe këtë zbaton edhe në jetën sentimentale. Kur njeh dik, fillimisht vëzhgon. Mundohet të kuptoj karakterin, mënyrën e të menduarit, ambiciet dhe seriozitetin e personit përballë. Për Briciapin, dashuria nuk është vetëm emocion. Është partneritet, përgjegjësi dhe besim. Ai nuk impresionohet lehtë nga fjalët e bukura. Preferon veprat konkrete. Nëse dikush premton shumë por nuk vepron, Briciapi humbet menjëherë interesin. Shpesh njerëzit mendojnë se Briciapi është i ftohtë ose pa emocione. Në fakt, ai thjesht i fshen ndjenjat. Brenda vetes mund të jetë duke përjetuar emocione shumë të forta, por ralli tregon menjëherë. Kur më në fund dashurohet, është një nga partnerët më të qëndrueshëm të zodiakut. Ai nuk largohet për problemet e para dhe nuk kërkon emocione kalimtare. Prandaj, edhe pse bie në dashuri më ngadalë se të gjithë, lidhjet e tij zgjasin shumë. Vendi 11 të Virgjëresha. Edhe Virgjëresha është shumë e kujdesshme. Në vend që të ndjek zemrën, ajo ndjek logjikën. Kur njeh dik të ri, nuk pyet veten nëse ndihet mirë pranë tij. Pyet nëse ai person është i sinqert, i përgjegjshëm dhe nëse mund të ndërtojë një të ardhme të qëndrueshme. Virgjëresha analizon gjithçka. Mënyrën si flet, si sillet me njerëzit, si trajton familjen, si reagon në situata të vështira. Pikërisht kjo e bën të dashurohet më ngadalë se shumica e shenjave. Megjithatë, kur bindet se ka gjetur personin e duhur, bëhet tepër e kujdesshme, e dashur dhe gjithmonë e gatshme për të ndihmuar partnerin. Problemi i vetëm është se analiza e tepërt shpesh e pengon të shijojë momentin. Ndërsa shenjat e tjera jetojnë emocionin, Virgjëresha vazhdon të bëjë pyetje në mendjen e saj. Vendi i 10 të Akrepi. Shumë njerëz mendojnë se Akrepi bie në dashuri shumë shpejt, sepse është intensiv, pasionant dhe magnetik, por në realitet ndodhe kundërta. Akrepi mund të tërhiqet menjëherë nga dikush. Mund të ndjejë kimi të fortë dhe të duket sikur është gati të japë gjithçka, por kjo nuk do të thotë se ka rënë në dashuri. Për Akrepin ekziston një ndryshim i madh mes pasionit dhe dashurisë. Ai mund të jetë shumë i afërt me dik, të kalojë shumë kohë me të, madje edhe të krijojë një lidhje të fortë fizike, por zemrën nuk e hap lehtë. Arsyeja është besimi. Akrepi e di se sa e dhimbshme është tradhtia. Për këtë arsye, ai preferon të presë derisa të jetë plotësisht i sigurt se personi tjetër nuk do ta lëndojë. Kur dikush fiton besimin e tij, gjithçka ndryshon. Akrepi bëhet jashtëzakonisht besnik, mbrojtës dhe i përkushtuar. Ai është nga ata njerëz që nuk e harrojnë kurrë personin që kanë dashur me gjithë zemër. Por deri në atë moment, ai teston, vëzhgon, analizon dhe nuk nxiton. Vendi 9 të Ujori. Ujori është ndoshta shenja më e pavarur e zodiakut. Ai e vlerëson shumë lirinë personale. Nuk i pëlqen të ndihet i kontrolluar dhe as nuk dëshiron të humbasë identitetin e tij në një marrëdhënie. Pikërisht për këtë arsye, dashuria për të nuk lind menjëherë.
Ai ka nevojë që fillimisht të krijojë një miqësi, të flasë, të qesh, të ndajë ide. Nëse nuk ekziston lidhja mendore, ujori e ka pothuajse të pamundur të dashurohet. Shumë marrëdhënie të ujorit fillojnë si miqësi dhe vetëm më vonë shndërrohen në histori dashurie. Kur bie në dashuri, ai është shumë besnik, por vazhdon të ketë nevojë për hapësirën e tij personale. Nëse partneri përpiqet ta kontrollojë ose ta kufizojë, ujori largohet shumë shpejt. Vendi i 8 të Demi. Demi është një romantik i fshehur. Ai ëndërron një dashuri që zgjat gjithë jetën. Megjithatë, nuk e jep zemrën menjëherë. Demi kërkon siguri, kërkon stabilitet, kërkon besim. Ai nuk është tipi që dashurohet pas 2 takimeve. Preferon ta njohë mirë personin, ta shohë në situata të ndryshme, ta kuptojë nëse është serioz. Vetëm atëherë fillon të hapet emocionalisht. Por sapo ndodh kjo, Demi bëhet një nga partnerët më të përkushtuar. Ai e shpreh dashurinë me vepra. Kujdeset, mbron, ndihmon. Nuk është shumë dramatik me fjalë të mëdha, por mënyra si sillet tregon gjithçka. Problemi i vetëm është se ndonjëherë bëhet tepër posesiv. Kur dashuron, nuk dëshiron të humbas personin që ka pranë. Vendi 7 të Luan. Luani është plot vetbesim. Atij i pëlqen të admirohet. I pëlqen të jetë në qendër të vëmendjes. Por kjo nuk do të thotë se dashurohet menjëherë. Në fillim ai shijon flirtin. I pëlqen loja, komplimentet, takimet, vëmendja. Megjithatë, kur kupton se përballë ka një person që e vlerëson për atë që është dhe jo vetëm për pamjen apo suksesin, fillon të ndryshojë. Luani dashurohet gradualisht. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë lidhet emocionalisht. Dhe kur bie vërtet në dashuri, bëhet tepër bujar. Mbron partnerin, e vendos mbi gjithçka. Madje është gati të sakrifikojë shumë për lumturinë e tij. Por ka një kusht. Luani ka nevojë të ndihet i respektuar. Nëse mungon respekti, dashuria fillon të shuhet. Vendi i 6 të Peshori. Tani kemi hyrë në gjysmën e sipërme të renditjes. Dhe këtu fillojnë shenjat që e kanë shumë më të lehtë të bien në dashuri. E para është Peshorja, e sunduar nga planeti Venus, planeti i dashurisë, bukurisë dhe harmonisë. Peshorja është ndoshta shenja që beson më shumë te koncepti i shpirtit binjak. Ajo nuk kërkon thjesht një partner, kërkon dikë me të cilin mund të ndajë jetën. Një person që e kupton pa pasur nevojë për shumë fjalë. Një person me të cilin mund të ndërtojë qetësi. Kur njeh dikë që i përshtatet, emocionet lindin shumë shpejt. Shpesh Peshorja fillon të imagjinojë të ardhmen vetëm pas disa takimeve. Ajo mendon për udhëtime, për kujtime, për plane, madje edhe për jetën disa vite më vonë. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz e konsiderojnë Peshoren romantiken më të madhe të zodiakut. Megjithatë, ajo ka edhe një dobësi. Nganjëherë dashurohet me idenë e personit dhe jo me vetë personin. Idealizon, shpreson, beson se gjithçka do të jetë perfekte. Dhe kur realiteti nuk përputhet me pritshmëritë, zhgënjimi është i madh. Por edhe pas një zhgënjimi, Peshorja nuk humbet besimin te dashuria. Ajo beson se diku ekziston ende personi i duhur. Vendi i 5 të Binjak. Binjakët janë njerëz që bien në dashuri me mendjen përpara zemrës. Për ta nuk ka rëndësi vetëm pamja, ka rëndësi biseda, humori, inteligjenca, energjia. Nëse dikush arrin t'i bëjë të qeshin dhe t'i mbajë interesuar për orë të tëra, binjakët fillojnë të krijojnë ndjenja shumë shpejt. Ata dashurohen me personalitetin, me mënyrën si dikush mendon, me mënyrën si flet, por ekziston edhe ana tjetër. Binjakët mërziten shpejt. Nëse marrëdhënia bëhet monotone ose e parashikueshme, emocionet fillojnë të zbehen. Pikërisht për këtë arsye, partneri ideal për ta është dikush që vazhdon t'i surprizojë. Kur gjen një person që i sfidon intelektualisht dhe emocionalisht, binjakët mund të krijojnë një nga lidhjet më të forta të gjithë horoskopit. Ata nuk kanë frikë të thonë të dua, nuk kanë frikë të tregojnë emocionet, madje shpesh janë ata që hedhin hapin e parë. Vendi i 4 të Shigjetari. Shigjetari është aventurier. Ai dashurohet me jetën, me njerëzit, me përvojat, dhe pikërisht për këtë arsye bie në dashuri shumë më shpejt se shumica e shenjave. Kur takon dikë që i sjell emocione të reja, ai nuk humbet kohë. Shigjetari jeton momentin. Nuk mendon shumë për atë që mund të ndodh pas një viti. Ai mendon për atë që ndjen sot. Nëse zemra i thot po, ai e ndjek. Kjo e bën shumë spontan.
por edhe pak impulsiv. Ndonjëherë bie në dashuri aq shpejt, sa kupton vetëm më vonë se personi nuk ishte ai që mendonte. Megjithatë, kjo nuk e pengon të besoj sërish. Shigjetari rrallë humbet optimizmin. Ai beson se çdo histori dashurie, edhe kur përfundon, është një mësim. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse vazhdon të dashurohet pa frikë. Po afrohemi te 3 shenjat që bien në dashuri më shpejt se kushdo tjetër. A mendon se e di kush janë? Shumë njerëz gabojnë, sepse nuk është gjithmonë shenja që duket më romantike ajo që bie më shpejt në dashuri. Vendi i tretë gafori. Nëse ekziston një shenjë që jeton për dashurinë, ajo është gaforja, që në fëmijëri shumë gafore ndërrojnë për një familje të lumtur, një shtëpi të ngrohtë dhe një partner me të cilin do të ndajnë gjithçka. Për ta, dashuria nuk është vetëm një ndjenjë, është vendi ku ndihen të sigurt. Kur njohin dikë që u jep qetësi dhe mirëkuptim, zemra e tyre fillon të hapet pothuajse menjëherë. Gaforja nuk ka nevojë për gjeste të mëdha. Një mesazh i sinqert, një përqafim, një bisedë e gjatë, një person që dëgjon, kaq mjafton që ajo të fillojë të krijojë ndjenja. Megjithatë, kjo ndjeshmëri ka edhe një anë të vështirë. Kur lëndohet, gaforja e ka shumë të vështirë të rikuperohet. Ajo mban mend çdo premtim, çdo zhgënjim, çdo fjalë, por edhe pas dhimbjes, zemra e saj vazhdon të besojë se dashuria e vërtetë ekziston. Vendi i dytë të dashi. Në vendin e dytë ndodhet dashi, shenja më impulsive e horoskopit. Kur dashi pëlqen dikë, nuk pret, nuk analizon, nuk humbet kohë, ai vepron. Është ai që dërgon mesazhin i pari. Është ai që propozon takimin. Është ai që nuk ka frikë të tregojë interes. Për dashin, emocionet janë si një zjarr. Ndizen menjëherë. Ai dashurohet me energjinë, me buzëqeshjen, me emocionin e fillimit, por pikërisht sepse bie shumë shpejt në dashuri, ndonjëherë zhgënjehet po aq shpejt. Nëse kupton se marrëdhënia nuk është ajo që priste, nuk e ka problem të largohet. Megjithatë, kur gjen personin e duhur, bëhet tepër mbrojtës. Lufton për marrëdhënien, nuk dorëzohet lehtë. Dashuria e tij është intensive, plot pasion, plot energji, dhe pothuajse gjithmonë fillon me shpejtësi marramendëse. Vendi një peshi. Dhe në vendin e parë, shenja që bie në dashuri më shpejt se të gjitha të tjerat, janë peshqit. Nëse ka një shenjë që beson te magjia e dashurisë, janë peshqit. Ata janë romantik të lindur. Imagjinata e tyre nuk njeh kufi. Mjafton një takim i bukur, një bisedë e sinqertë, një shikim i ngrohtë, dhe zemra e tyre fillon të krijojë një botë të tërë. Peshqit shpesh dashurohen me mënyrën se si dikush i bën të ndihen. Ata nuk shohin vetëm realitetin, shohin potencialin, shohin ëndrat, shohin të ardhmen. Kjo është arsyeja pse bien në dashuri kaq shpejt, por pikërisht kjo i bën edhe shumë të ndjeshëm. Ndonjëherë besojnë shumë, falojnë shumë, japin më shumë se sa marrin. Megjithatë, ata nuk ndryshojnë, sepse për peshqit dashuria është gjëja më e bukur që mund të përjetojë një njeri. Edhe nëse lëndohen, vazhdojnë të besojnë se diku ekziston personi që do t'i dojë me të njëjtën pastërti. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse astrologët i rendisin në vendin e parë me shenjave që bien më shpejt në dashuri. Natyrisht, çdo njeri është unik. Shenja e horoskopit nuk përcakton plotësisht mënyrën se si dashurohemi. Përvoja, karakteri, edukimi dhe rrethanat e jetës kanë gjithashtu një ndikim të madh. Megjithatë, astrologjia vazhdon të jetë një mënyrë interesante për të kuptuar më mirë veten dhe njerëzit që na rrethojnë. Po ti, cila është shenja jote? A mendon se bie shpejt në dashuri, apo e mbron zemrën deri në momentin kur je plotësisht i sigurt? Na shkruaj në komente dhe trego nëse kjo renditje përputhet me përvojën tënde. Nëse të pëlqeu kjo video, mos harro të bësh like, të abonohesh në kanal dhe të aktivizosh zilën e njoftimeve, sepse së shpejti do të publikojmë video të tjera interesante rreth astrologjisë, personalitetit dhe sekreteve të 12 shenjave të horoskopit. Faleminderit që na ndoqe dhe shihemi në videon e radhës.